Eshra që dyshohet se u takojnë personave të zhdukur nga lufta u gjetën të martën në Mitrovic të Veriut. Ato i gjetën rastësisht disa persona duke hapur një varr tek varrezat e muslimanëve në këtë qytet. Kanë qenë të vendosur ose varrosur ose pas rendit apo traditës fetare dhe sigurisht japi parë ka qenë njoftimi i institucioneve kompetente, këtë as njoftimi i Policisë Kosovës. Këto mbetje mortore si këto pjesë shtrore potentialisht mund të lidhen me rastet e viktimave të luftës, përkatësisht me rastet të personave që vazhdojnë të jenë listën e personave të zhdukur me forcë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në këtë lokacion gërmime u patën kryer edhe disa herë më herët, me që rast u patën gjetur edhe mbetje mortore të shumë personave të zhdukur nga lufta e fundit. Atyre në 6 viteve nga një numër i vazhdueshëm ose konsiderueshëm i aktivitetit të gërmues të realizuar ndër vitin në këtë zonë, këtë lokacion, janë gjetur të zhvarrosur mbetje mortore të më shumë se 7 viktimave të luftës. Gërmime këtë të mërkur pati edhe në fushë Kosovë, megjithëse nuk u gjet gjë. Mbetjet e fundit mortore, veç këtyre në Mitrovic, u gjetën në fshatin Brekoc të Gjakovës në fund të shtatorit, që dyshohet se u takojnë personave që figurojnë në listën e të zhdukurve me dhunë nga koha e luftës. Në Kosovë ende janë mbi 1500 persona të zhdukur, për të cilët nuk dihet fati i tyre.